Pas 7 ditësh të vështira kërkimi, trupi 29-vjeçarit Ardit Beshiri është gjetur pa shenja jete në masivin e kromit dhe inerteve në fabrikën e pasurimit në Qavburrel, që menaxhoi nga një kompani me kapital kinez. I riu u zhduk me 3 maj së bashku me eskavatorin që po drejtonte, në momentin kur një stog minerali u shëmb si pasojë e çarjes së një rezervuari i filtrimit të ujit. Rrjedha i fuqishëm përfshiu mjetin dhe punëtorin, duke e varrosur 9 tone të tëra inertesh dhe mineralesh. Në vendngjarje u angazhuan grupe të shumta shpëtim kërkimi, përfshirë dhe një njësi të forcave të sigurisë së Kosovës, që mbërritën të mërkurën për të ndihmuar në operacionin kompleks. Kërkimit u kryen me mjete të rënda, pajisje për detektiv të trupave nën tokë dhe mbështetje nga ushtria. Kemi punuar me përkushtim për të nxjerrë trupin përkundër terrenit të vështirë dhe kushteve të pavështira. Ndërkohë, policia e komisariatit të Matit ka vënë pranga drejtuesin teknik të firmës që administronte zonën e punës, i akuzuar për shkelje të rregullave të sigurisë teknike në vendin e punës. Nga hetimet paraprake rezulton se masa e madhe e mineralit dhe inerteve nuk ishte stabilizuar dhe nuk ishte marrë masa mbrojtëse për situata emergjente. Kjo ngjarje e rëndë ka sjellë reagime nga familjarët, banorët e zonës dhe sindikata e punës, që kërkojnë zbardhjen e plotë ngjarjes dhe përgjegjësi të qarta për humbjen e jetës së një punëtori të ri.